O Gjergj, Shqipëria është një vajzë e bukur, që i mungojnë damarët e gjakut, damarët janë rrugët, dhe kur nuk qarkullon gjaku, zemra në një moment ndalon, dhe kur ndalon zemra, trupi i një vajze të bukur bëhet i bardhë, pastaj fillon edhe bëhet i zi, edhe bëhet, dhe ne jemi në këtë fazë. Ti nuk del dot nga Tirana, ti do një orë të dalësh nga Tirana, nuk del dot, sepse Tirana është shritur vertikalisht, por nuk është menduar si do lëvizet horizontalisht. Këta njerëz që do jetojnë në mënyrë vertikale, si do dalin nga këto godina vertikale, si do lëvizin. Ti nuk ke transport publik, ti nuk ke trena, ti po zhvillohesh në mënyrë të fantastike, dhe unë jam pro zhvillimit, dhe jam pro gjitha buildingjeve, godinave të larta që po bëhen, por si do dalin këto njerëzit nga këto godina, ku do parkohet, si do lëvizet. Pra ti nuk del dot nga Tirana, ti nuk del dot nga Lezhë, ti nuk shkon dot deri në rrugën e Kuksit, si bie rruga e Kombit. Ti nuk del dot nga Elbasani, ti do një orë të dalësh nga Elbasani, një orë të dalësh nga Librazhdi, pastaj bllokohesh në Prenjas, pastaj bllokohesh në Mokër. Nuk arrin dot shkosh të Pogradec. Dhe sot që flasim, turizmi është lëvizje, është damar gjaku. Alma, sot që flasim ne, kemi qenë bashkë të dy dje, kur as të mundësi dhe as të rrugë nuk kanë qenë. Në mënyrë më kategorike. Tashti, janë bërë disa akse, po punohet për ditë, ajo Kosova që i ka dhënë shumë impuls turizmit, faleminderit madhe Zotë është bëjë autostradë. Autostrada Jugut, Vlora është lidhë, pjesa tjetër e Bregdetit me tunel me gjitha po bohen, dhe unë mendoj që